Këtë moment që po flasim, Kurti edhe njëherë po të regon qysh e donë pushtetin absolut. Këta qysh në kryet herë se kemi thonë si PSD, që Kurti donë me pas edhe presidentin në mënyrë që me pas edhe krye prokurorin, në mënyrë që me pas edhe gjykatësit e gjykatës kushtetuese, sepse aje donë edhe organin e akta akuzës dhe atë të interpretimit final me i pas të vetat. Kurti po mundohet normalisht që me dëshirë nuk do të shkonte në zgjedhje, mirë po donë një president i cili ju shërben kapjes së shtetit edhe përmes këtyre instrumenteve. Alternativ 3, asgjë ndryshe prej 2021-s çka kemi pa, edhe ma herët nuk po shohim, është rikonfirmim edhe njëherë që Kurti është një autoritar i cili për pushtetin e vetë absolut zgjedh me majt vendin në një ngërsh politik. Pra, sepse për isha shumë që po flasim për kemi një ngërsh institucional. Jo, na kemi ngërsh politik, sepse edhe nëse mbohen zgjedhjet, edhe rezultati është i njëjtë, na përsëri jemi në të njëjtën situatë politike, pra po vazhdojmë një blokadë politike, ma shumë se sa institucionale, sepse kjo asgjë nuk po ndron, realisht, asgjë nuk po ndron, i kemi opozitën që janë një farforme pa një dëshifrim të pushtetit Kurtit. Kemi në anën tjetër një presidente cila kishte shpjegimin politik pse u ndapi Kurtit, thojnë pjesën tjetër po vetë si përmbyllje. Do të flasim pak më vonë për këtë alternativën ndaj Kurtit, por ajo çfarë reprezenton Kurti? Ju po thoni që në fakt autoritarizmi dhe përpjekja për të kapur gjithçka është ajo çfarë po edhe s'është asnjë ndryshim, duhet me qitë si krye dikush që fjalë. beson në Kurtin thot po ai meriton të gjitha, sepse po bën mirë me atë që po i merr, po i kap. Nuk ka një i cili beson demokraci, i cili mendon që të gjitha duhet mi pas një person. Jo Kurti, po kushdo që të vjen, nëse jep këto instrumentet e pushtetit, qoftë